në ekran. Trumpin gjerim për shik. Dakor. Trump në Arabinë Saudite, çfarë po ndodh? Unë ka bërë në Arabinë Saudite, në fakt ai ka qenë në disa vende. E para. Ndërkohë të shohim që këto janë perla. Shihni që imazhet shih. Këtë kullo do ma shpjegosh dot, Arin do të ma shpjegosh këto flokët që bëjnë këto gratë që kanë çana, flokët e tyre janë lëvizin kokën, është i traditë kjo e vjetër. Flamuri më burr. Jo, unë di që janë flokët e femrave. Po janë pra është mikpritje lokale, po ty janë me flamur. Jo, po e dim të ashtu këtë kulla, po mos ngacmoj deri këtu, pa mos e lot deri këtu. Pra ç'është kjo traditë, se ka traditë e vjetër këta. Princi ka dhënë një mikpritje të jashtëzakonshme. Jo, unë duhet të them ç'është kjo pra, se kjo vjen duhet të jetë shumë e vjetër si traditë. Pyet Gjinishin për origjinë. Do pyet Gjinishin, po, do pyet Gjinishin të martën, po, se ka vjen Gjinishin të martën. Ledjo më kujto pak të pyesim Gjinishin të martën se çdo thot kjo traditë që vajzat tu femrat gratë, nuk di se qa janë ato vajzat ati shikojmë ne, të veshura me ato, lëvizin kokën dhe bëjmë flokët shu gjithkohon. Duhet qosh edhe këtë që është sinjal indirekt që princi jep thot ja që nuk e kemi më, se kemi më këshu pikë të pakalushme çështjen e mbulimit apo të mos mbulimit. Para ardhëset e metalit, du t'jen këto. Ale Dios, si? Para ardhëset e metalit. Para ardhëset e metalit, e metalit e muzikës metal, do të thuash. Po, heavy metal, po. Heavy metal, po. Se ashtu bëjnë ata perlë, pyta. Ledio, para se të ashtu, ose kulla mund t'i komentoj si, për çaj imazhesh tjera kemi, po kulla. Çaj ishte kjo pritje madhështore, vlla, i falën me një avion, më duket kulla? Po. Ja. Ky është avioni që i falën? Kjo është marrëveshja më e madhe që 600 milion? 600 miliard. Miliard. Kjo është marrëveshja më e madhe që sauditët po bëjnë me SBA-n. MBS i shtu më duket. E paralajmëruar, ta kam thënë këtu në studio që vizita e parë që Trumpi do të bëjë jashtë do jetë ajo në Arabinë Saudite. Përveç heqim Vatikanin që ishte në varrimin e Papës, ajo nuk quhet vizitë. Përveç pjesës ekonomike që është pjesa një nga gjërat më të rëndësishme, aq më tepër në këtë moment kur po lëvizin gjërat në nivelin ndërkombëtar, për Trumpin është e rëndësishme të ketë arabët me veten në mënyrë që t'ia heqë Kinës për sa i përket aleancës që Kina synonte të bënte me ta në BRICS. Kjo është e para. E dyta, unë mendoj që ka ardhur koha që Arabia Saudite, e cila merr rolin e liderit, jo rastisht takoi edhe të liderit të vetëm, jo rastisht takoi edhe presidentin e ri të Sirisë në Arabi Saudite. E takoi këtë Xholani. Po, e takoi aty me princin në Arabi Saudite, i hoqi dhe sanksionet Sirisë, i nje Arabi Saudite primatin, pra rolin e partnerit të vetëm strategjik, ndër arabët, më i madh i më i rëndësishëm. Edhe i jep Arabi Saudite dy gjëra të rëndësishme. Një, i thot që do ta bind unë Izraelin që ta njoj Palestinën si shtet pavarur dhe të ndaloj dhe luftë. Retorikë është kjo, se s'ka për të arritur kur. Nëse është ajo dhe gjë po, të patën çai thot, po. Dhe ndërkohë, në këmbim nga ju dua që ju të njihni shtetin e Izraelit, e para dhe e dyta, shumë shpejt do shohim që ata në këmbim të tyre 600 miliardëve do zbardhin marrëveshjen që ka bërë Arabia Saudite edhe Emiratet, po Arabia Saudite në rastin konkret, se Emiratet japin lek, po nuk do pajisen për ta kthyer Arabinë Saudite në një fuqi bërthamore, fuqia e parë arabe bërthamore. Do ndodhi kjo thuati? Po kjo është marrëveshje. Pra ky 600 miliardë. Kjo është marrëveshje e patreguar. E pa thënë. Po. Je i sigurt për to? Jam shumë i sigurt. Pra 600 miliardë vlla që jep Arabia Saudite. Janë dhe parat që japin Emiratet dhe Katari. Po, këto para ku shkojnë? Në Amerikë? Në ekonominë amerikane, në investimet të drejtë për... Po nuk është se janë para... Po nuk janë cash flow, po nuk janë cash, apo jo? Jo, e para është dhënë cash 60, u dha direkt. Sa? 60 që i parë, u dha direkt. 60, nga 600 që janë? Jo, do jepen 600 në 4 vjetë. 60 që i parë... 600 miliard dolar. Po pra, po 600 miliard dolar. Mund shkoj deri në 1 trilion. Po pra, dhe ti thua me këtë Trumpi, në një famënyre, ju ka shitur bombën bërthamore, apo jo? Jo, me këtë Trumpi do t'japi autorizimin që ata të bëhen fuqi bërthamore. Po, pra. Edhe nga pikpamja e energjisë, edhe nga pikpamja... Pra, po është duke bërë biznes, pra dhe me këtë Trumpi. Sigurisht që Trumpi... Me jep kaqe çmimi, doni bombën bërthamore, 600 miliard kushton. E ka thënë 1 trilion besoj do shkoj. Trumpi e merr Arabinë Saudite këtej, dhe në njëjtën kohë Trumpi do të heqi Kinës edhe Iranin nëpërmjet marrëveshjes bërthamore me Iranin. Do t'i heqi Kinës burimin alternativ të furnizimit me energji, sepse Trumpi ka një fiksim. Kinën?
ekonominë kineze dhe Kinën. Me këtë ka ardhur në pushtet çan. Ky është Trumpi. Qartë. Atë që thotë e bën. Dhe ai tha, unë ta kam paralajmëruar në studio, vizita e parë që do bëj do jetë në Gjirin Persik. Nuk do jetë në Izrael. E thirrri Netanyahu dhe i tha se mos bën gabim edhe zgjeron luftën Gaza se ndajmë keq pastaj. Edhe shkoi tek sauditët edhe tek arabët i qetësoi. Tani në këmbim, sepse ndërkohë ka edhe negociata direkte mes amerikanëve dhe Hamasit në Katar. Pra që është në një pikë akoma më tej. Dhe nuk di nëse vure reti që në paradën e 9 majit, me që amerikanët tani po flasin drejt për drejt me Hamasin, në paradën e 9 majit, në tribun ishte Abu Mazen, presidenti Palestinës që është kundër Hamasit. Pra rusët po fillojnë të flasin me Abu Mazen, i cili drejt tani ka qenë ekskluzivisht pro-perëndimor dhe pro-amerikan. Pra duket që po ndryshojnë disa raporte të brendshme. Po ajo që është më rëndësishme për mua është marrëveshja ekonomike nga 600 miliardë deri në 1 trilion të investimeve atje, marrëveshja bërthamore dhe marrëveshjet ushtarake. Pra Arabia Saudite do të kthehet në superfuqinë e gjithë asaj zone aty. Pra Arabia Saudite do të jetë një lloj forme. Por thua Arabia Saudite e ke fjalën për gjithë Gjirin, për gjithë Golfin Persik apo? Po, CIG-ja, CCIG. U futën edhe këto Bahreini, Katari, Katar, sa ato janë vende të vogla. Nuk garanci po Emiratet. Bahrein, Katar, Emirate, Arabi Saudite janë për sa i përket pjesës ekonomike. Kurse për sa i përket pjesës ushtarake dhe energjisë bërthamore dhe pajisjes së Arabi Saudite me kapacitete ushtarake bërthamore, kjo është vetëm për Arabi Saudite. Pra nga tani e tutje, Trumpi thotë që Amerika, kur të flasi për gjithë lindjen e mesme, merret vesh partnerin kryesor që ka, e ka në Riyadh. Dhe është Arabia Saudite. Kështu që është një ndryshim historik. Kjo është një vizitë historike, është folur pak tek ne, por në fakt kjo është një vizitë historike sepse është një vizitë që e bën Arabinë Saudite fuqi më të madhe në gjithë rajonin e lindjes mesme. Ndërkohë sot në mediat e huaja, kullan vjen një lajm thot Arabia Saudite do të në një media franceze po e shoh, te Europë Njëshi, nuk ka rëndësi, është një sajt dhe është një radio, Europë Njëshi në Francë, thot Arabia Saudite do të pajiset me armën bërthamore në qoftë se Irani do mundohet ta bëjë të parën, i pari këtij gjë. Arabia Saudite do pajiset gjë mua. Unë e di, nuk po ta marr me mend. Po negociohet një marrëveshje në tavolinë që Arabia Saudite të pajiset me mbrojtje bërthamore. Sepse nëpërmjet Arabisë Saudite ata do të garantojnë që të mbrohet e gjithë rajoni dhe mbi të gjitha ajo që Amerika ka më merak Izraeli, sepse nuk ka nga kalojnë raketat. Ki parasysh që poshtë Arabia Saudite ka Jemenin, që vazhdon dhe bombardon Houthët, vazhdon dhe bombardon Tel Avivin, dhe nga ana tjetër Gjiri Persik është deti ku Arabia Saudite është ajo që është kufiri kryesor. Po ndryshon e gjithë geopolitika e lindjes mesme. Tani le të tregoj edhe një foto të Merenci sot në samitin e Tiranës, në komiteti politik të Macronit, të Emmanuel Macron, dëgjon dikulla. Ja ku je Merenci, një kryeministri italian, senatori majt në Senatin italian, është edhe më lart këtu duket apo është Senat, nuk është parlament. E bukur është se humbi pushtetin se bëri referendum që se donte të shkrijnë te Senat. E kupton, dhe vetë është Senat, është perl. Tani, unë bëra një pyetje, bëra publikut një pyetje, se me që ti nuk do të thuar se kush të ftoj, fe që... Po s'ka rëndësi më është një gjë parë. E morën vesh, po s'po them gjë. Më tani u thesh, më vazhdoj bisedën më tej. Me që ti dhe me të drejtën tënde, dhe nuk ka rëndësi, nuk është Edi Rama që më ka ftuar në samit, është një huaj. Nuk them shumë se kaq. Unë bëra pyetje pak më parë, këtë po e them për ata që se dëgjuan. Thash, më ndihmoj edhe publiku të marrë pjesë vetë interaktiv në këtë emision me mesazhe në WhatsApp ose shkruaj te zonë e lirë. Unë po shoh WhatsApp-in, se s'kam kohë të futet në Instagram te zonë e lirë. Dhe më kanë ardhur disa përgjigje. Qofse do t'i je kurioz. Po jem. Apo njerëzit kanë drejt. E para një më thot njëri që s'ka lidhje me këtë gjë, më thot Çani, si ka mundsi, lutem, pyete pa kullën. Si ka mundsi që një gjan kaq shumë presidentit të Azerbajxhanit, Aliyevit, vetëm më ngron mustaqet. Është perl morgu. Mund ta provoj ti lë. Marr morgulla, si ka mundsi më burr. Me që unë e kam takuar Aliyevin shpesh. E di pra po. Këto vitet e fundit. Ja i byll dhe ky nuk e thot kot. Po. Pra se e njeh dhe vet pra. Më thot tani,
Edhe mësa Alijevi është i gjatë, është Sarama. Është i gjatë, është vërtet. Çani, kodi thotë nuk e lejon koalicione parazitore e Fojkullës, të lutem kodi 2008 lejon të koalicione parazitore. Po mi dakord tani, mos u merrni me ato detaje. Këto janë gjëra të vogla. Treni ish nisur është me shumë shpejtësi, kujdes mos dilni para se do ju shkeli. Dakord? Kujdes, treni është me shumë shpejtësi. Dhe s'mund të bëni bashkë pa marrë të peshë reale, se shka ka të bëjë marrë reale, pas tyre të vendosë kush të maja, mesazh koti. Po mundojmë të gjejmë mesazhet që mendojnë njerëzit për kullën, kush ka ftuar në summit. Pse ul bisedën shpëmi inteligjent, e morën vesh. Se fajn, në broma çanë, okej, ja nuk janë dakord që ti thua fajn e ka opozita. Janë të opozita që shkruajnë. Dhe Çani ju ndjek në emisionin tuaj Spanja mendoj që Ilirë e ka ftuar Dinama 100%. Respekte për ju. Jo, nuk është e Dinama. Çani mendoj kullën e ka ftuar Alfred Sako në summit. I lezetshëm. Sako që sa shikon doli emri. Sako është kundër summitit. Është kundër summitit, po. Ilir Kulla ka vajt aty nëpërmjet delegacionit të Azerbajxhanit. Nuk është kjo. Pak të përjashtoj ato që s'janë Kulla. Ta urim atë. Ke parasysh? Mos e lëm njerëzit fantazojnë kaq shumë. Kulla e mori ftesën nga kryeministri i Izraelit, thotë. Ç'pun ka kryeministri? Ore, ka qenë Izraeli, thotë? Jo, ka qenë. Zakonisht Izraeli merr pjesë në gjitha këto. Nesër do jetë, se vazhdon Samit, do vi ky Kushneri, dhëndri Trumpi, do jetë dhe Izraelit nesër në Samit apo jo? Ku ju ndoshta ata të ambasadës, se di. E di pse them, ose Izraeli për shembull, edhe pse nuk është në Europë, gjeografikisht dhe nuk është në, është vend aleat, partner. jo vetëm aq, merr pjesë në çdo Eurosong, pra në çdo televizion, në çdo festival të europian që bëhet kjo e këngës. E ka muzikë bukur shumë Izraeli. Po pra, si ka mundësi merr pjesë Izraeli atje? Kjo është çudi e madhe, pse do të marrë pjesë atje? Po pse më nuk është festivali europian ai? Do Izraeli të futet në BE, se po do të Izraeli të futet në BE, do ishte futur. Edhe kombëtarët e Izraelit në Europian luan. Ja, kombëtari i Izraelit, bravo Ledio, luan europian. Edhe kombëtari i Armenisë në Europian luan. Edhe Armenia gjeografikisht. Edhe Gjeorgjisë, pa Armenia, Gjeorgjia, Azerbajxhani. Në Europë janë burr. Ku? Ato janë Kaukaz atje, si. Po mi po është der, po mi po janë brenda kufirit. Se Rusia, Europë është apo jo, deni farvandi. Se më çmende. Jo, nuk të çmenda fare. Ta nuk fusin Turqinë, thonë si janë Evropë, kurse ato vende që janë shumë përtej Turqisë i fusin Evropë, atë keqen. Më vjen një tjetër më thotë një përgjigje tjetër, kullën e ka ftuar thotë Izraeli. Po ç'po. Pastaj tjetri thotë ka ftuar Dajsemi nga rruga e Elbasanit. Po. Jo, nuk është. E ka ftuar Meloni, më thotë një tjetër kulla. Po jo, më do Po më duhet mos u afroa pak kur thotë Meloni. se di më çfarë. Një ftesë italiane është, Vatikani nuk ishte apo jo. Meloni Do shkoj presidenti pas nesër merr pjesë tek tjetër gjë kjo. te Papa i ri për shembull. A do vetë takoj? Është ceremonia e Papës së ri, është shiftuar presidenti Begaj, do shkoj. Vetëm Begaj apo ka do ketë president tjerë? Jo, do jetë Do jetë gjithë dynjaja. 200 delegacione nga bota, po nga Shqipëria është Begaj. Po ti nuk do shkon shkolla. Jo, kam punë. Si ke, po më të rëndësishme se vlesh Vatikan. Kam punë, pra vazhdon samiti nesër, jam me njerëz, nuk mund të kam njerëz nga jashtë. Ndërkohë nesër do shkoj Bajrami tek. Sot kam qenë nesër niset presidenti. Sot kam qenë gjithë ditën tash, që në pikë mëngjesit jashtë me. E ka ftuar urdhri Maltës sot në samit. Jo, ishte edhe ambasadori i urdhrit Maltës, fakt. E shikon? Jam pafund, ë. Kulla din shumë mirë, por nuk din një sekond, nuk do të thot. Çfarë thot ky? Aha, iketi. Ke ikur vlla. Mëri brenda temës, mos më ik. Ka ftuar Vatikani, e tham që nuk është, ka ftuar profesuesi i kulteve, drejtues zoti Kulla thot. Nuk ka lidhje, ka qenë drejtuesi i kulteve. E ka ftuar, mund të jetë një ftesë nga Babamondi. Babamondi duhet të jetë i rëndësishëm. Është në samit Babamondi? Është mirë se jo s'është. S'është samit fetar, kështu. Dakor, po, me që pritet bëhet shteti i ri. Politik, biznes, po mirë, shteti i ri është tjetër gjë. Çani Kulla është një ekspert ekselent i sigurisë. Unë mendoj që është i ftuar me rekomandim drejtuesit të NATO-s. Më thotë tjetër. Se samiti NATO-s. Nisa, me që ishte dhe ruteri atje. Po mirë, edhe ishte ftuar. Bo nuk pushojnë, janë shumë valla. Ja mesazhi vin tani në real time të gjitha. Kulla është më i madh, thotë Kulla nuk ka nevojë për ftesë. Çfarë perë ishte kjo? Pra që të hyn pa ftesë atje Kulla, kupton? Ky është niveli i lartë shumë. Ky po të ishte vërtet do jetë niveli i lartë, po ti the jo, më ka ftuar dikush tjetër. Ua, Kulla s'ka nevojë për ftesë, s'e kishë marrë mendje. Arian, kujdes, Kulla është njëri që di shumë gjëra, mos e ri shumë afër, nuk i dihet. E di ti çan kush është diferenca ti që di dhe s'di? E ka ftuar Erdogani ose Hakan Fidani, thot? Hakan Fidani në Istanbul, shu s'm ka ftuar.
E di ti cila është diferenca çan? Erdogani thonë Ndonë se sot mëngjes kam pi kafe me ambasadorin turk, po në aeroport, po nuk më ka ftuar, dhe mos u bëj merek, po nesër vini izraelitit më futi me e di cila është diferenca çan? Mes atyre që din dhe atyre që s'din. Goja çan nuk është bërë për të folur, është bërë për të mos folur. Gjua.